Publicisti Kim Mehmeti ka deklaruar se opozita ka urrëtie ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe nuk ka mendim kritik, çka sipas tij Kurtin e forcon. Mehmeti shprehur se opozita gabon në atë që nuk e kritikon Kurtin ku duhet, por e kritikon në gjëra që nuk kanë lidhje me të. Sipas Mehmetit, ata të cilët e duan Kosovën në këtë kohë, kur çdo gjë vlon dhe është e turbull, nuk i personalizojnë gjërat. Ai që don Kosovën nuk i personalizojnë gjërat, ai që don Kosovën në këtë kohë, kur çdo gjë vlon e kur çdo gjë është e turbull, por këtu ndodh diçka tjetër. Këtu të gjithë këto din të sundojnë Kosovën, por nuk din të sundojnë ambicjet e tyre, nuk din të sundojnë ato vetveten e tyre dhe prandaj Kosova ka pasur sundues, por jo shtet formues. Pse? Kjo është shumë lehtë. Mund të dëshmohet shumica e tyre ndërtuan vila të bukura të shtrenjta për vete, por institucionet i lam këtu ku janë. Prandaj ndonjëherë duhet të merret edhe çfarë ka trashëguar ai që e ka marrë në dorë shtetin. Këtu opozita gabon në diçka, nuk e kritikon aty ku është kritikueshëm, por e kritikon në gjëra që me vërtet nuk kanë lidhje me atë. Këtu ka urrëtie ndaj Albin Kurtit, nuk ka këtu mendim kritik ndaj tij dhe kjo e forcon. Këtu ka thjesht urrëtie. Ju shihni debatet, ja në kufi me irracionalen, ka thënë Mehmeti. Lëvizja vendosje mbajti mbledhjen e 58 të Këshillit të Përgjithshëm. Kryeministri në detyrë Niherazi, kryetari i lëvizjes vendosje Albin Kurti, ka thënë se është hera e tretë që dalin të parët në zgjedhje. Ai falenderoi të gjithë anëtarët dhe qytetarët për besimin e dhënë. Është hera e tretë që dalim të parët pas zgjedhjeve të 6 tetorit 2019, atyre të vitit 2021, padyshim fitore e madhe, e gjithë kjo pas një shëvelisie të suksesshme. Nuk i kemi borxh asnjë emri të përveçëm, i kemi gjithçka borxh popullit, jemi falënderues gjithë një popullit për kulturën, besimin dhe vullnetin e treguar, shprehu Kurti. Në fillimin e tij Kurti tha se të gjitha organizimet për zgjedhjet e Shkurtit janë bërë nëpër komuna, ndërsa në deklaratën e tij thumboi edhe subjektet e tjera politike. Të nderuar delegat, për këtë fitore të lëvizjes dhe të vendosje, që është fitore e popullit është të bërë shumë punë. Gjithë organizimet janë bërë nëpër komuna, pa përdorur autobuse, transportimet e njerëzve nga qyteti në qytet, pa manipulime, pa mashtrime, ka potencuar Kurti. Monteja ka folur edhe për përgatitjet për zgjedhjet lokale, duke thënë se reformat duhet të ndodhin edhe nëpër komuna, njëjtë si në nivelin qendror. Komunat ku udhëheq lëvizja vendosje janë shembull se si duhet qeverisur, tha ai. Kurti foli edhe për konstituimin e kuvendit, që ka mbetur duke u zvarritur tash për disa ditësh. Institucionet janë funksionale, organet e drejtësisë po veprojnë dhe ligjet po respektohen. E vetmja pengesë është se kuvendi i ri ende nuk është konstituuar, pasi Kushtetuta e Kosovës nuk parashikon se çfarë duhet bërë në rast se një kandidat për kryetar të kuvendit nuk i siguron votat e nevojshme për të zgjedhur. Institucionet janë funksionale, organet e drejtësisë po veprojnë dhe ligjet po respektohen. E vetmja pengesë është se kuvendi i ri ende nuk është konstituuar, pasi Kushtetuta e Kosovës nuk parashikon se çfarë duhet bërë në rast se një kandidat për kryetar të kuvendit nuk i siguron votat e nevojshme për të zgjedhur, tha Kurti. Ai tha se kuvendi nuk themelohet nga fituesi pa marrë parasysh a është absolut apo relativ, duhet shtuar se kuvendi themelohet në të gjithë. Ne nuk kemi bllokuar, ne kemi propozuar kandidaten ton. Bllokimi vjen prej tyre që votojnë kundër ose nuk votojnë. Ne nuk kemi bllokuar, si jemi propozues dhe propozuesja jonë është Albulena Haxhiu. Të tjerët le të ruajnë propozimet e tyre, e theksoi ai. Kurti tha se mund të shkojnë edhe në zgjedhje, por që rezultati mund të thellohet në favor të partisë së tij.